Pranë vetës kam psikologun Ron Kastrati, ku tani do t'ja kaloj dhe fjalën për Ron. Çfarë do të ishin pasojat apo shkaqet kryesore që do të mund të çonin te një akt i tillë? Fillimisht ju falenderoj për gatishmërinë tuaj dhe punën tuaj të paloshme si gazetar në terren dhe punën tuaj aktive si gazetar lumtues në zbarjen e këtyre situatave për të rishikuar tuaj. Në këto raste zakonisht shkaqet mund të jenë multifaktoriale, konfliktet familjare, tensionet dhe problemet familjare, keq interpretimet, xhelozit, problemet e raporteve bashkëshortore, konfliktet verbale, pastaj xhelozirat, ta themi kështu patologjike, të cilat mund vinë si rrjedhoje probleme bashkëshortore. Unë nuk aludoj drejt për drejt në rastin, por po flas në shpjegimin e përgjithshëm të situatave dhe tensioneve familjare të cilat agravojnë vrasje dhe këto trondisin shoqërinë dhe shkaktojnë pasiguri kolektive tek njerëzit, të cilët pastaj mezi e përballojnë këtë dhe kërkojnë mbështetje psikoemocionale, psikosociale në mënyrë që këto situata të kalojnë. Në këto raste sigurisht mund të cilësojmë në këndvështrim psikologjik edhe me problemet e personalitetit, shkollimet e personalitetit antisocial, ashtu siç e theksova, xhelozirat patologjike, problemet e natyrës paranoide, pastaj vinë edhe problemet e psikozës akute, ato të përkohshme kur personi reagon pa qenë fare i ndërgjegjshëm në mënyrë të rrezikshme, violente, të dhunshme, duke kërcënuar ose duke u akmarrë për një situatë të caktuar, por këto janë vetëm shpjegime, nuk e justifikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë veprën. Sigurisht që vepra cilësohet akt makabër i vrasjes dhe meriton ndëshkim sipas kodit penal të Republikës Kosovës, ndjekjen e gjitha hallkave zinxhirore institucionale për ta zbardhur rastin. Duke parë kontaktin me fshinjet për rreth aty, nuk ka pas në një denoncim më herët për dhunë në familje apo si një familje problemore. Sa mundet me shkaktu pra nga jashtë duket mirë, ndërsa problemet të arrin një familje apo një çift bashkëshortor ti fsheh mirë problemet martesore ose jetën në çift, problemet të cilat mund t'i ketë. Pikërisht edhe këtu fokusohet problemi apo problemet kronike të shoqërisë ku vihet në shprehje dhuna e shfaqur, dhuna violente, veprimet homosuicidale, veprimet suicidale, vrasjet brenda shoqërisë, vrasjet brenda familjes, dhuna, abuzimet emocionale, abuzimet fizike, në mungesë të raportimit, në mungesë të vedijes kolektive institucionale, që raste duhet të raportohen, duhet të bashkëpunojnë me institucionet. Sigurisht që situata shqit në këto probleme kronike mjaft të ndjeshme, siç është vrasja, pastaj dhuna persistente ushtruar ndaj një antarit familjes, e ku zakonisht femrat janë viktima sipas statistikave në kontekstin vendor. Femrat janë ato që e vuajnë më së shumti dhe janë të përsekutuara nga këto raste. Dhe kur mungon raportimi ose kur ne supozojmë themi nuk kemi histori kriminale të personit apo të dorasit që ka kryer vrasjen, si në rastin konkret, kuptojmë një gjë, nuk është domosdoshmëri historia kriminale, sepse rasti apo raste tjera nuk kanë qenë ndoshta të raportuara, ka munguar guximi, siguria e plot, mungesa një bashkëpunimi të sinqert dhe konstruktiv me institucionet dhe bëjnë situatën të përshkallëzoj deri në vrasje. Ne këtu bëhet fjalë për një shtetas turk brenda komunës së Prizrenit. Ne e dimë që komuniteti turk ka një përfaqësi politike, komunitare, institucionale, edhe në nivelin institucional, po edhe në nivelin shkollor, flitet gjuha turke, respektohet të drejtat, nuk cënohen të drejtat e komuniteteve. Nxënësja është në Ndjera ka ndjekur mësimet në shkollën Emin Duraku dhe ne e dimë që shkolla Emin Duraku njihet për performancë të mirë kualitative e mësimore në ofrimin e shërbimit të mësimdhënies dhe edukimit arsimor, por që rasti ka ndodhur që gjitha këto procese hiheton
institucioni, prokuroria, pastaj një vendimet konkrete në përputhje me kodin penal të Republikës së Kosovës. Por që a duhet të raporton rastet? Me patjetër që po. A duhet të informojnë qytetarët për procedura se si duhet ndjeket një proces jetik dhe shumë i rëndësishëm për nxjerrjen në pat një dhune të përjetuar në familje nga një antar i familjes ose nga një komshi ose nga rrethi, patjetër që po. Mungesë të raportimit, ne sot jemi viktima të këtyre rasteve që duket sikur po shpeshtohen e që ne po i vajtojmë vetëm 3 ditë po zgjat çudia më e madhe, pastaj po vazhdojmë proceset tjera të jetës. Çfarë ndodh tani me rehabilitimin e vajzës e cila ka arritur të shpëtoj plagëve dhe nënën e saj, flas në aspektin psikologjik dhe atë emocional? Sigurisht tani viktimat e dhunës së ushtruar nga babai e bashorti për gruan dhe vajzën që kanë mbijetuar, duhet të ofrohet një rehabilitim psikologjik, pra psikoemocional e psikosocial. Kur them rehabilitim, e kam fjalën tek vajza e tek bashortja duhet që të rindërtohet edhe një herë nga e para siguria emocionale, besimi, rezilienca apo aftësia për të rikuperuar nga kjo gjendje tronditse apo traumatike, që lehtësisht mund të shqisë në një çrregullim të stresit post-traumatik, e që këto kujtime apo këto eksperienca mbesin të regjistruara në psikën e vajzës dhe atë të nënës së saj, por që mund të ripërpunohen apo të përpunohen në rrafshin terapeutik përmes profesionistëve të shëndetit mendor, institucioneve relevante, qendrës për punë sociale, qendrës së shëndetit mendor, strehimorës, pra gjitha këto shërbime janë të gërshëtuara njëra me tjetrën edhe që padyshim mund të lehtësisht mund të përballohen në qoftë se ofrohet një përkushtim maksimal nga profesionistët e shëndetit mendor. Ndërsa ekspertët e botës juridike, ekspertët juridik që deklarojnë apo theksojnë se ky rast duhet të ekstradohet, duhet të ndërmerren masa, është një shtet astur, të gjitha këto janë përgjegjësi apo kompetenca që i takojnë institucione relevante siç është gjyqësia, prokuroria dhe institucione tjera të cilët ofrojnë shërbime për personat që janë të riadhesuar ose personat që janë me banim të përkohshëm në Kosovë ose si banor rezident. E sigurisht që ne duhet kemi kujdes nga deklaratat publike, duhet të ruajmë qëndrimet tona dhe duhet të shpejmë nga dishmërinë të ofrojmë shërbime profesionale për gjithë strukturat sociale që ndjejnë nevojën të mbështeten në gjitha nivelet, padyshim. Faleminderit e ju, uroj që rastet mos të ripërsëriten, e patjetër që psikologu duhet të jetë roli kryesor faktorial në shoqëri për të vedjesuar, për të shprehur hallet dhe shqetësimet. Nëse ne shprehim gjysmën e hallit ton, atëherë gjysmën e problemit mund ta kemi zgjedhur. Faleminderit. Edona, ishte kjo lidhja jon e drejt për drejt për çështjen tragjike, pra për rastin tragjik të ndodhur sot në komunën e Prizrenit. E diskutuam në aspektin psikologjik faktorët të cilët do të mund të çonin një person deri te një akt i tillë i cili sot në orët e hershme të mëngjesit ka ndodhur nga një shtetas turk në komunën e Prizrenit. Kaloj linjen tek ju në studio.